Në seancën e së premtes në gjykatën e posaçme kundër krimit dhe korrupsionit, u zhvillua një tjetër raund dëshmish në procesin ndaj Plarent Dervishajt dhe Julian Meçajt, të dyshuar për atentatin e 1 nëntori 2019 në Durrës, ngjarje ku humbi jetën një person dhe u plagosën 2 të tjerë. 3 dëshmitarët u paraqitën këtë të premte: Vullnet Muça, vëllai i Aleksander Lahos, i cili mbeti plagosur në atentat, Beqir Boja, i njohur si pajtues gjaqesh, dhe Shaban Jaho, pronar i një hoteli në Durrës. Vullnet Muça, i pyetur nga prokurori Adnan Xholi, tha se as familja e tij dhe as vëllai i tij Aleksander Laho nuk ishin pasur konflikte me ndonjë person dhe se ende nuk e din arsyeën e kryerjes së atentatit. Ai shtoi se nuk ekziston asnjë mosmarrveshje e njohur me autorët e dyshuar. Beqir Boja, i njohur për rolin e tij në pajtimin e gjakëve, u shpreh se familja Ramazan Raja ishte betuar në Kur'an për mosdije ndaj ngjarjes. Ai tha gjithashtu se Genc Maloku, babai i të ndjerit Andi Maloku, premtoi për një periudhë 3 mujore të mos merrte hak, duke i dhënë kohë zgjidhjes dhe qetësimit të situatës. Genc Maloku na dha 3 muaj kohë sipas rregullit shqiptar. Ka qëndruar korrekt deri në momentin e takimit të dytë, që u bë brenda 3 muajsh. Dua të di kush më vrau djalin e pafajshëm në rrugë. I tham të ndal pushkën dhe të pres drejtësinë. Genci u përlot sepse kuptoi se kishte fëmijë. U ndam aty dhe më dha fjalën se nuk do të përndiqte njëri dhe se do të kërkonte drejtësi për djalin e vet. Shaban Jaho, pronari i hotelit, konfirmoi praninë e tij dhe vëzhgimin e ngjarjes përmes informacionit të komunitetit lokal, duke kontribuar në dokumentimin e situatës dhe përforcuar dëshmitë e tjera. Sa kaq, në seancën e ardhshme u përsërit thirrja për disa dëshmitar të tjerë, mes të cilëve Luan Mata, babai i Ervin Matës, i cili është padhur në kërkim ndërkombëtar. Gjykata urdhëroi shoqërimin e detyrueshëm të biznesmenit Luan Mata, pasi nuk është paraqitur gjatë thirrjeve të deri tanishme vullnetarisht. Dëshmia e tij sipas PAK do të merret lidhur me vendosjen e territorit në hotelin e tij në rrugën e Dibrës në maj të 2020-s. Në këtë ngjarje u dyshua se ishin implikuar Ramazan Raja, Plarent Dervishaj dhe Julian Meçaj. Sipas PAK, Dervishi dhe Meçaj akuzohen se i kanë dhënë autorëve automjetin që kanë përdorur rajat për të vendosur territorin.